Ali ibn Abi Talib lindi në Mekë rreth vitit 600. Ai ishte nga fisi Banu Hashim, kushëri i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Babai i tij ishte Ebu Talib, ndërsa nëna e tij ishte Fatima bint Asad, një grua që u kujdes për profetin që në fëmijëri dhe më pas pranoi Islamin. Ali u rrit në shtëpinë e profetit, larg i zujtarisë. Ai e njihte heshtjen, drejtësinë dhe sjelljen e tij para se shpallja të zbriste. Kur profeti e ftoi në Islam, Aliu nuk nxitoi. Mendoi gjatë, pastaj u kthye dhe e pranoi me bindje të plotë. Ai u bë fëmia i parë që pranoi Islamin. Profeti sallallahu alaihi wasallam e vlerësoi afërsinë e Aliut dhe i tha: "Ti je për mua siç ishte Haruni për Musain, përveç se nuk ka profet pas meje." Në natën e Hijretit, kur Qurayshët u mblodhën për të planifikuar vrasjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, Aliu ibn Abi Talib pranoi të shtrihej në shtratin e tij, në mënyrë që profeti të largohej i sigurt nga Meka. Ai ishte i vetëdijshëm për rrezikun, por nuk hezitoi të bindej ndar urdhrit të profetit. Aliu nuk u fiksua, sepse kishte besim të plotë se Allahu e mbronte të dërguarin e tij, si gjithçka ndodhte sipas vullnetit të tij. Ai e kaloi atë natë me qetësi dhe bindje, duke e lënë çështjen Allahut. Ali radiallahu anhu mori pjesë në betejat kryesore të Islamit, siç ishte ajo e Bedrit, e Uhudit, e Hendekut dhe Hajberit. Ai mori pjesë në betejat e Islamit si pjesë e mbrojtjes së komunitetit musliman dhe të fesë. Në Hajber, profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Nesër do t'ja jap flamurin një burri që e do Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe Allahu dhe i dërguari i tij e duan atë. Kështu që flamuri ju dha Aliut." Aliu u martua me Fatimën, vajzën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Martesa e tyre u karakterizuar nga thjeshtësia, durimi dhe respekti ndërsjellë. Ata jetuan me thjeshtësi, durim dhe përkushtim ndaj familjes dhe fesë. Pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, Aliu duroi për hir të unitetit të muslimanëve. Kur u bë halife, trashëgoi një umet të përçarë. Ai sundoi me drejtësi dhe jetoi thjesht. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu: "Nuk e do Aliun veç se besimtari dhe nuk e urren atë veç se hipokriti." Rawahu Muslim. Në vitin 661 në Kufe, Aliu u godit për vdekje nga Abdurrahman ibn Muljim, një haridhit, ndërsa po shkonte për namazin e sabahut. Edhe në ato qaste, ai kërkoi drejtësi, jo hakmarrje. Aliu ibn Abi Talib u largua nga kjo botë pa u lidhur me të. Ai jetoi për të vërtetën dhe u kthye tek Allahu me zemër të qetë.